Me Grandet neve u njohëm nëpërmjet bashkisë për pjesën e Grandeve. Ndërkohë që ne e kishim një biznes, kemi restorantin, kemi vite që e punojmë dhe e shikonim që ishte kërkesë pjesa e bujtinave. Duke parë interesin e turistave të huaj, edhe tham hajde, me që është një mundësi edhe me ndihmën e projektit nëpërmjet bashkisë. Kisha një dhomë në banesën time që e lirova dhe kemi kryer kushtet, kushtet që i dojmë një dhomë hoteli. Është tamam një ambient privat i këndshëm, ka dhe goxha hapësirë. Këtu ne jemi në balkonin e njërës nga dhomat. Mendojmë se pamja është e bukur, ja vlen.